Ibn Omar, djali i Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, një herë pas namazit sabah dhe kishte pa djalin e vet, kishte ra me flaj, sikur shumica njerëz që bëjnë. Dhe i kishte mshuar shkën, ngritu. Në kohën kur Allah i shpërndan riskun ti po m'flen o djali jema. Ngritu, kërkon riskun. Masa në kohën mi s'ka punë, s'ka bereqet. Në kohën mi ka humb bereqeti i punës, ka humb se nuk po jetojmë konform rrugës që na e ka mësu krijuesi. Është Allahu ai i cili e di krijesën e vet. Flan herët, zgjohesh herët. Normale që ti nëse flan në ora 1 natës, ti s'mësh më qunë 5 sabah. Ti s'mësh në ora 6 me dalë në qarshi edhe me qelë qarshi. 4-5 orë gjumë ke bo. Ama nëse flan mas namazit jatësins, që që tash për shembull jatësin kur e kemi vllazën, jatësin e kemi ndime në ora 6. Hajt 7, 8, 9. Sa të dush vakt deri në ora 6. Sa të dush. Me flajt, mu që me fal namaz natës, me fal namaz sabat, kjo qep të fol, për shumicën prej leve është utopi, masal. Hoxha, po ka të zënë diçka që së në bëjmë asë njënë. Jemi të folë, vllazën, për ato çfarë ne duhet të jemi në mënyrë që të kemi atë çfarë jemi duke e synu, të mirat e dunjas, edhe të ahiretit. S'ka me dhënë Allahu të mira nëse ti nuk jeton ashtu nëse që Zoti yt ka urdhëruar me jetu, edhe pejgamberi yt Muhamedi alayhis salam. Nëse jeton ti sipas diktatit të jashtëm të programeve televizive dhe sportive apo argëtuese të ndryshme, e kështu këtë këtë program, ti s'mosh më qulla, ja ti s'mosh më zy. Ti s'un kemë shfryzu kohën ashtu siç Zoti yt ka kërkuar prej teje. Prandaj innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Ti s'un kemë shiju lezetin e fajrit, agut hershëm të mëngjesit për cilin Allahu bani bej wal fajr, pasha agun e hershëm të mëngjesit. Që pyetni ata të cilët kanë punu fusha, arat e tyne, kur janë zgju herët mas namazit sabahut, në ora 9-10 kanë në për shtëpijet e tyne, kanë kry punë. Ti kur që është për gjumi da në ora 10 që ka që gojën, si krokodil, ata i kanë kry punë. Ata kanë arë. E ty synë mos e që kaq të bohën, sa të bret kocës e flokë, si ti riqit, ata kanë kry punë, lozë. Pandaj kanë qenë ma të shëndetshëm se ne. Pandaj kanë qenë njerëz cilët s'kan di çka është injeksioni, çka janë hapat. Kur s'ka pas ky popull ma tepër barnatore se këtë ditë? Kur s'kemi pas? Janë me qinda barnatore vetë qytetin e Prizrenit. Kur s'ka pas ilaçe ma shumë, po kur nuk ka pas ky popull të smut ma shumë, se cili i smut, se cili me një qyshe, me gjithë të një metë, si të qo me bismillah, hyp kerrit, rrin ka uq, digetronin kështu, tik, as kom si luj me ndru televizor. Kret një metet Allahet, o pet diqka, po më dhem shpina, krahi, koma, kryt, se jam rahat, se jam kështu. Kur gjos kanë pas pleq tonë. Ma kanë jetu konform mësimeve të krijuesit. Prandaj unë kanë, subhanallah, i këshyra ata pleq, gazmor kanë qenë, unë i kom rrin pleq, non sto ftyrat e buzqeshme të tyne tu kesh, tu pas pa shër mohabetin që e kanë pas në me vetë. Tu mos këqyr me i gjujt një tjetrit kunja. Kur kanë shku misafirlëk. Gjenerata pak ma të vjetra që jemi, i majmë mend neve kur shkëshim si fmi, me i bo zjaretet, familje. Na kapshim për dore, shkëshim gzimi madh, la, po shkem më nejt. Që ta shkon dikush më nejt dikun? Nuk shkon. Ta që këqyrim sa atë ty, nuk qka ka arë, son të Championska Lige kemi, jo në arë ta më nejt prishra ati. Son të e kom hyremin, son të e kom filon serialin, atë serial, këtë serial, zdo kërkush kërkont me e pa. Edhe qka themi, jo së më duhet mu kërkush.